Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin me atë që thon yjet, cila është ngjyra me fat, koha me fat, si dhe këshilla e ditës për secilën shenjë. Dashi. Energjitë e ditës, sot është një ditë e rëndësishme për ty, i dashur dash. Pas disa javëve të mbushura me ngarkesë mendore, lëvizje të shumta dhe komunikime të shpeshta, dielli kalon në shtëpinë tënde të katërt diellore, zonën e familjes, rrënjëve dhe jetës së brendshme. Kjo shënon fillimin e një cikli një mujor ku theksi vihet te qetësia, kujdesi për veten dhe lidhjet emocionale me njerëzit e afërt. Është momenti për të ndalur ritmin, për të marrë frymë thellë dhe për të rikthyer në veten tënde. Mos u habit nëse ndjen një dëshirë më të fortë për të kaluar kohë në shtëpi, për të rifreskuar ambientin rreth teje apo për të rregulluar marrëdhënie që kanë qenë lënë pas dore. Gjithçka që lidhet me strehen dhe ndjenjen e sigurisë emocionale është tani thelbësore për mirëqenien tënde. Ndërkohë, ndikimi i tranzitit Mars, Neptun mund të sjellë një ndjesë hutimi ose pasigurie në lidhje me një vendim që duhet marrë. Në vend që të nxitohesh, besoj intuitës dhe merr kohën që të duhet. Nuk është dita për të ndërmarrë veprime të mëdha, por për të reflektuar në qetësi dhe për të dalluar qartë dëshirat nga iluzionet. Kreativiteti, mesatar, dashuria, e mirë, është një ditë ideale për intimitet emocional dhe biseda të thella me partnerin. Biznesi, mesatar, lëre për nesër vendimet e rëndësishme, ngjyrat me fat, e kaltër e budh, për qetësi mendore. Ngjyrë krem, për ndjesinë e rehatisë dhe sigurisë, rozë e hapur, për dashuri dhe ndjeshmëri, koha me fat, 09:00 deri 11, këshilla e ditës, vendose veten në plan të parë. Merr kohë për të çlodhur, për të dëgjuar zemrën tënde dhe për të ushqyer shpirtin. Mund të gjesh qetësinë që ke kërkuar në një bisedë të sinqertë me një të afërm ose në një pasdite të kaluar me një filxhan çaji dhe një libër të mirë. Demi, sot dielli nis udhëtimin e tij në shtëpinë tënde të tretë diellore, fushën e komunikimit, mësimit dhe lidhjeve të përditshme. Kjo do të thotë që 4 javët e ardhshme do të jenë të mbushura me lëvizje, ide të reja dhe biseda të frytshme. Do të ndihesh më kurioz se zakonisht, me dëshirën për të mësuar, për të angazhuar dhe për të ndarë mendimet e tua me të tjerët. Është një periudhë shumë e mirë për të zgjeruar horizontin tënd intelektual, ndoshta përmes leximit, kurseve të shkurtra apo edhe thjesht përmes takimeve të rastësishme që të hapin mendjen. Mund të ndihesh pak i shpërqendruar sot, sepse po ndodhin shumë gjëra njëherësh. Por mos e shih këtë si një pengesë. Përkundrazi, ndryshueshmëria do të sjellë frymëzim. Me Marsin në një aspekt të ndërlikuar me Neptunin, mund të ndjesh një pasiguri në lidhje me një vendim personal ose emocional. Mund të jetë një situatë romantike apo një projekt krijues që të bën të dyshosh nëse është në përputhje me idealet dhe vizionin tënd. Mos u ngut për të marrë vendime sot, është më mirë të reflektosh dhe të presësh derisa qartësia të kthehet. Kreativiteti, i mirë, ditë e mbar për frymëzim dhe ide origjinale. Dashuria, e mirë, por kërkon sinqeritet dhe vlerësim të ndërsjellë. Biznesi, mesatar, shmang vendimet impulsive. Ngjyrat me fat, jeshile mente, për freski mendore dhe qartësi. Ngjyrë argjendi, për komunikim të kthjellët. Koha me fat, 10:30 deri 12:00, këshilla e ditës, dëgjoj instinktin, por mos harro të analizosh gjithashtu. Ky është një moment ideal për të bërë pyetje, për të marrë informacion dhe për të parë gjërat nga kënde të ndryshme përpara se të veprosh. Shmang romantizimin e situatave që kërkojnë logjik. Binjakët, sot dielli largohet nga shenja jote dhe fillon një cikël të ri një mujor në sektorin tënd të vlerave, financave dhe vetvlerësimin. 4 javët që vijnë do të jenë një periudhë e shkëlqyer për të fokusuar te stabiliteti personal, burimet materiale, por edhe vlerat e brendshme. Do të kesh mundësi të mendosh më thellë rreth asaj që vërtet ka rëndësi për ty dhe si ta menaxhosh më mirë jetën tënde. Ky cikël mund të ndihmojë të rrisësh vetbesimin dhe të kuptosh sa vlen puna jote, talentet dhe koha që i jep të tjerëve. Mos u përqendro te gjërat që të mungojnë, por vlerëso atë që tashmë ke ndërtuar. Kjo qasje do të sjellë qetësi, siguri dhe më shumë mirëqenie. Sot, për shkak të një lidhjeje të ndërlikuar midis Marsit dhe Neptunit, mund të ndihesh pak i distancuar apo i pasigurt në marrëdhënie me të tjerët. Mund të duket sikur nuk mund të mbështetesh te askush ose nuk e di se çfarë të presësh nga të tjerët.
Por mos e lejo këtë ndjenjë të lëkun, përdore kohën për t'u lidhur me veten dhe për t'u fokusuar te qëllimet personale. Nëse qëndron i pavarur dhe punon për veten, të tjerët do ta vënë re këtë forcë. Nuk ke pse të kënaqësh të gjithë, vetëm ata që të vlerësojnë për atë që je do të qëndrojnë pranë. Kreativiteti, shkëlqyeshëm, një ditë me shumë ide të frymëzuara. Dashuria, shkëlqyeshëm, tregohu vetvetja dhe do të duan për këtë. Biznesi, mesatar, mos merr vendime të mëdha sot. Ngjyrat me fat, e ardhë dhe besh. Koha me fat, 09 deri 10, 30 këshilla e ditës, mëso të thuash jo pa ndjenja faji. Energjia e ditës është më shumë për forcim personal se sa për kompromis. Dije që vlera jote nuk përcaktohet nga të tjerët, por nga mënyra se si e sheh veten. Horoskopi për Gaforen, 20 qershor 2025, diellini sot udhëtimin e tij vjetor në shenjën tënde, e dashur Gafore, dhe me këtë fillon një cikël i ri personal që zgjat deri më 22 korrik. Ky është momenti më i fuqishëm për ty gjatë vitit, kur ke mundësi të reflektosh, të rivendosësh qëllimet dhe të marrësh hapa të vetëdijshëm për të ndërtuar jetën që dëshiron. Do të ndjesh më shumë energji, besim dhe shtysë për të vepruar në mënyrë të pavarur. Gjatë kësaj periudhe, je më në qendër të vëmendjes, por gjithashtu edhe më i vetëdijshëm për vlerat dhe potencialin tënd. Ndihesh i motivuar të ndryshosh diçka në pamjen ose mënyrën se si paraqitesh. Ka një dëshirë të fortë për të filluar nga e para, për të përmirësuar rutinën, apo edhe për të shkëputur lidhje me të shkuarën. Nëse sot ndihesh pak më i qetë apo i tërhequr, mos u shqetëso, është thjesht nevoja për frymëzim apo për t'i dhënë vetes pak kohë për të ndjerë më thellë. Është ditë për të lëshuar imagjinatën dhe për të lëvruar terrenin për ide të reja. Ngjyrat me fat, rozë zbeth dhe e bardhë perle. Koha me fat, 11, 30, 13, 10, këshilla e ditës. Të nisësh nga e para nuk do të thotë të harrosh të shkuarën, por të zgjedhësh me vetdije si do të ecësh përpara. Bëje këtë muaj për ty. Luani, me hyrjen e diellit në sektorin tënd të privatësisë për rreth një muaj, i dashur Luan, nis një periudhë reflektimi, pushimi dhe përmbylljeje. Kjo është një fazë për të lidhur fijet e lëna pezull dhe për të mbyllur çështje që kanë mbetur të hapura. Nëse ke marrë përsipër shumë, është koha për të ulur ritmin dhe për të vendosur përparësi. Do të fillosh të dallosh më qartë gjërat që nuk funksionojnë më për ty dhe të kuptosh se çfarë kërkon shpirti yt për të gjetur paqe. Ky është një kapitull i brendshëm dhe i qetë i vitit diellor, që kërkon më shumë kohë për veten dhe më pak angazhime të jashtme. Deri më 22 korrik, do të ndjesh më shumë nevojë për të qëndruar larg energjive konkurruese dhe situatave të lodhshme. Sot mund të ndihesh pak i çrregullt ose sikur diçka mungon, është një sinjal për të ndalur, për të dëgjuar zërin tënd të brendshëm dhe për të imagjinuar balancën që dëshiron. Veprimi konkret mund të presë. Sot është ditë për ëndra, jo për vendime të mëdha. Ngjyra me fat, vjollcë dhe ngjyrë portokalli. Koha me fat, 13, 10, 14, 30, këshilla e ditës. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka. Qetësia dhe qartësia vijnë kur ndalon dhe i lejon gjërat të shpalosen vetë. Birgjëresha, 20 qershor 2025, dita e sotme të jep një mundësi për të kërkuar përgjigje apo për të zgjidhur një problem, e dashur Birgjëresh. Megjithatë, ndonse mendja jote është e mprejtë dhe kërkuese, është ndjesia e parë ajo që përçon të vërtetën më të thellë. Mos nxito të analizosh apo të emërtosh emocionet që të lindin sot, thjesht lëri ato të tregojnë rënjën e asaj që të ka rënduar kohët e fundit. Kjo është një ditë për të dëgjuar më shumë zemrën se sa mendjen. Ndjenjat të thella mund të vinë në sipërfaqe dhe kjo nuk është dobësi, por një udhërrëfyes i fuqishëm. Kur lejon ndjenjat të jenë në qendër, mençuria jote natyrale forcohet dhe zgjidhjet shfaqen në mënyra të pazakonta. Ajo që ndjen brenda vetes do të drejtojë shumë më mirë se sa çdo logjikë e jashtme, sidomos nesër. Të jesh e sinqert me veten është çelësi i ditës. Ngjyrat me fat, blu e butë dhe vjollcë e errët. Koha me fat, 14, 00, 15, 30, këshilla e ditës. Ndjesitë që përpiqesh t'i fshehësh shpesh mbajnë përgjigjen që po kërkon. Dëgjoj me qetësi dhe ato do të tregojnë rrugën. Peshorja, 20 qershor 2025, është koha për të lëshuar gjithçka që të rëndon, sidomos ato gjëra që kur nuk kanë qenë vërtet të tuat.
Ngarkesat emocionale që ke mbartur për të tjerët, pritshmëritë që nuk të përkasin, fjalët që i ke përtypur pa i ndjerë si të tuat, është koha t'i çlirosh. Nesër do të paraqiten mundësi të vogla, por të çmuara, për të shpërndarë rreth e errëta që kanë qëndruar mbi ty për një kohë të gjatë. Tregohu i butë me veten. Jepi vetes lejen për të lëshuar. Pa faj, pa ndjesi borxhi, pa pendim. Nuk je përgjegjës për lumturinë e të gjithëve përreth teje, dhe në përpjekje për t'i kënaqur të gjithë, mund të kesh lënë pa kujdes paqen tënde. Por paqja jote ka rëndësi. Qetësia jote është një dritë e brendshme që ndriçon të gjitha marrëdhëniet e tua në mënyrën më të ndershme dhe më të shëndetshme. Mos ki frikë nga lirimi, është një akt i thellë guximi dhe dashurie ndaj vetes. Në çastin kur të heqësh dorë nga ajo që nuk të përket, do të ndjesh sikur toka vetë fillon të bashkëpunojë me ty. Fryma jote, më e lehtë, më e kthjellët, do të gjejë rrugën më të hapur përpara. Ngjyrat me fat, jeshile, ulliri dhe besh. Koha me fat, 11 deri 12:20, këshilla e ditës. Nuk është egoizëm të zgjedhësh veten, është shenjë e pjekurisë shpirtërore. Lirohu për të ecur më i vërtetë. Akrepi, 20 qershor 2025, folu të vërtetës dhe ajo do të arrijë më butë se sa e imagjinon. Dita e nesërme të jep një mundësi të rrallë për të shprehur mendimet që i ke mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Mund të ndjesh frikë se si do të priten fjalët e tua, por beso, ndershmëria ka fuqi të jashtëzakonshme kur buron nga dashuria. Mos fol me zemërim, mos kërko fajtor. Flit thjesht, qartë dhe me një zemër të hapur. E vërteta që del nga thellësia e shpirtit tënd ka aftësinë të preki njerëzit në mënyra që nuk i ke parashikuar. Mund të shëroj, të qetësoj dhe të krijoj ura të reja mes teje dhe të tjerëve. Shfrytëzo këtë moment për të ndërtuar lidhje të sinqerta, pa filtra, pa mbrojtje të panevojshme. Fjala e ndjerë është dhuratë, si për ty ashtu edhe për ata që dëgjojnë. Ngjyrat me fat, e kuqe, gjaku dhe e argjend. Koha me fat, 11:30 deri 13 për vendimet e rëndësishme. Këshilla e ditës, mos e shtyp të vërtetën tënde për shkak të frikës. Kur ajo vjen nga zemra dhe jo nga egoja, ajo nuk lëndon, përkundrazi, afron dhe shëron. Shigjetari, shtypjet apo ndjesit e pakëndshme mund të bëhen frymëzim. Diçka e çuditshme, ndoshta edhe jashtë normales për ty, mund të ndodhë nesër. Mund të duket si një pengesë apo një ndjesi disi e sikletshme, por mos e largo atë menjëherë. Mos ik nga ajo. Nuk është një gabim, por një shkëndij që ndriçon diçka që ke nevojë ta shohësh. Në fillim, mund të mos kuptosh çfarë të përcjell ajo ndjesi e çuditshme. Mund të duket si hutim, si një moment jashtë vetes, por në të fshehtë mund të jetë një mësim thelbësor për ty. Prano ndjesit pa i gjykuar, qëndro i hapur dhe vëzhgo. Pikërisht aty, në të panjohurën dhe në të pazakondshmen. Lind rritja. Disa nga momentet që në pamje të parë duken më të sikletshme, kthehen në kujtimet më të çmuara dhe mësimet më të thella të jetës sonë. Kështu që po, ndoshta nesër do të ndihesh i çuditshëm ose jashtë vendit. Por dijeni, nuk je në vendin e gabuar. Je në pikën e saktë ku ndodh transformimi. Ngjyrat me fat, jeshile, e errët dhe portokalli. Koha me fat, 16:20 deri 17:30, këshilla e ditës. Mos i shmang situatat që të duken të pazakonta. Ato janë portat drejt vetdijes dhe rritjes personale. Në vend që të largohesh, pyet veten, çfarë më mëson kjo ndjesi? Britsjapi, mos prit derisa të ndihesh gati. Ndonjëherë në jetë, momentet më të rëndësishme nuk vijnë të shoqëruara nga një ndjenjë e qartë sigurie. Dita e nesërme të fton të veprosh, jo sepse gjithçka është në vendin e vet, por sepse në thellësi e di çfarë duhet të bësh. Fuqia jote nuk qëndron në përgatitjen perfekte, por në qëllimin e pastër dhe përkushtimin për të ecur përpara, edhe kur ndihesh i pavendosur. Shpesh, njerëzit presin që vetbesimi të vijë si një ndjenjë e papritur, por e vërteta është që vetbesimi lind dhe forcohet gjatë rrugës. Çdo hap i vogël që ndërmerr, qoftë edhe i pasigurt, është një dëshmi që po përparon. Dhe kur vepron me qëllim të qartë, pa nevojën për të qenë i përsosur, ti i dërgon një mesazh të fortë botës. Unë besoj në veten time dhe në rrugën time, edhe kur terreni është i paqartë. Nesër është dita për të ndërmarrë atë hap që ke shtyrë prej kohësh. Jo sepse do të ndodhë diçka e jashtëzakonshme menjëherë, por sepse çdo fillim i vogël ka potencialin të ndërtojë themele të mëdha.
Veprimi yt mund të mos jetë i zhurmshëm, por do të jetë i ndjerë. Dhe kjo është më e rëndësishme se çdo fjalë e madhe, ngjyrat me fat, e zezë dhe gri e lehtë, koha me fat, 10:40 deri 12, këshilla e ditës, kujto se rruga drejt sigurisë nuk fillon me ndjenja perfekte, por me një zemër të gatshme për të bërë hapin e parë. Sot është dita për të ndjekur bindjet e tua me kurajo të qetë. Ujori. Mbrëmja është e mira ditës sot, ndërsa dita i afrohet fundit, një dritare e qetësisë hapet për ty. Është ai moment i heshtur kur shurmat e jashtme shuhen dhe bota të fton në një ndalesë të thellë, reflektuese. Ky është një çast i rrallë, kur gjithçka që ka qenë e turbullt gjatë ditës mund të zbutet, të zgjidhet pa përpjekje, vetëm përmes pranimin. Nuk ke pse të analizosh çdo ndjenjë apo mendim, mjafton të ulesh me to, ti dëgjosh pa fjalë, në këtë hapësirë të brendshme pa presion, idetë që ke mbajtur gjatë ditës marrin frymë. Shpirti yt kërkon një moment për të pushuar, për të riorganizuar forcat e padukshme që e ndihmojnë të ecësh përpara. Dhe pikërisht në këtë pushim, një qartësi e re nis të lindë. Jo si zgjidhje logjike, por si një ndjesi që ngrihet nga zemra dhe thotë, tani e di. Nesër, ky reflektim i qetë do të shndërrohet në veprim të qartë. Do ta dish se cilin hap të marrësh, pa pasiguri, pa ngull. Por sonte, thjesht qëndro me veten. Lejo që qetësia të mësoj pa zë. Në këtë heshtje ka më shumë udhëzim se sa në fjalë të shumta, ngjyrat me fat, blu e errët dhe lejla e butë, koha me fat, 21 deri 22:45, këshilla e ditës, mos e nënvlerëso fuqinë e qetësisë. Ajo nuk është boshësi, por përgatitje për lëvizjen tënde më të fuqishme. Peshqit, është koha për të lëshuar gjithçka që të rëndon, sidomos ato gjëra që kur nuk kanë qenë vërtet të tuat. Ngarkesat emocionale që ke mbartur për të tjerët, pritshmëritë që nuk të përkasin, fjalët që i ke përtypur pa i ndjerë si të tuat, është koha ti çlirosh. Nesër do të paraqiten mundësi të vogla, por të çmuara, për të shpërndarë rreth e errëta që kanë qëndruar mbi ty për një kohë të gjatë. Tregohu i butë me veten. Jepi vetes lejen për të lëshuar. Pa faj, pa ndjesi borxhi, pa pendim. Nuk je përgjegjës për lumturinë e të gjithëve përreth teje, dhe në përpjekje për t'i kënaqur të gjithë, mund të kesh lënë pa kujdes paqen tënde. Por paqja jote ka rëndësi. Qetësia jote është një dritë e brendshme që ndriçon të gjitha marrëdhëniet e tua në mënyrën më të ndershme dhe më të shëndetshme. Mos ki frikë nga lirimi, është një akt i thellë guximi dhe dashurie ndaj vetes. Në çastin kur të heqësh dorë nga ajo që nuk të përket, do të ndjesh sikur toka vetë fillon të bashkëpunojë me ty. Fryma jote, më e lehtë, më e kthjellët, do të gjejë rrugën më të hapur përpara. Ngjyrat me fat, jeshile, ulliri dhe bezh. Koha me fat, 11:10 deri 12:20, këshilla e ditës, nuk është egoizëm të zgjedhësh veten, është shenjë e pjekurisë shpirtërore. Lirohu për të ecur më i e vërtet. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të bukur, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë. Kalofshi siç ua dëshiron zemra.